Parim të dukshëm në realizimin e kompetencave kushtetuese, lidhur me konsolidimin e rolit të tij si garant i pavarësisë, i llogaridhënies, i disiplinës, statusit dhe karrierës prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ndër arritjet më të rëndësishme të vitit 2024 që vazhdon gjithashtu edhe në vitin 2025, është bllokimi i procesit të vlerësimit etik dhe profesional të prokurorëve. Konkretisht për vitin 2024 janë miratuar 9 raporte të vlerësimit etik dhe profesional, nga të cilët 7 raporte periodike, 1 raport për drejtues, 1 raport i përshpejtuar. Ndërkohë që aktualisht që flasim, kemi përmbyllur numrin 46 të vlerësimeve etike dhe profesionale. Më lejoni t'ju theksoj që është një impenjim i jashtëzakonshëm i burimeve njerëzore i grupit prokurorëve të komanduar, i anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit, i bashkëpunimit me Këshillin, i cili përfundon me një seancë dëgjimore dhe përballje të gjetjeve të raporteve. Ju lutem vijoni, këtë problem kemi gjithkohën, zënë Bogdani. Ju lutem bani qetësi të dëgjojmë raportin. Atëherë aktualisht kemi përfunduar 46 raporte vlerësimi etik dhe profesional të prokurorëve. Ka qenë një kërkesë e vazhdueshme jo vetëm e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe e Bashkimit Evropian për të filluar në radh parë procesin e vlerësimit etik dhe profesional dhe për të përfunduar të paktën një vlerësim i cili ishte bllokuar që nga viti 2016.